Përkohën e syfyrit nuk preferon ushqimet sikur pica, ushqimet sikur mishat e përpunuar, çdo ushqim që përmban kryp, në këtë rast edhe suxhuki që ka mish shumë, e ka kryp shumë, mandej ushqimet e mbajtësuara sikur mbajtësira të ndryshme dhe të tjera. Gjithashtu duhet të ketë parasysh që të evitohen pijet e gazuara, pijet të kafeinizuara, në këtë rast hyn çaji, çaji rusit, çaji i zi, çaji i gjelbërt, kafja, sikur e pijet energjetike. Të gjitha këto ushqime që i përmendëm, edhe pijet që i përmendëm, ndikojnë negativisht në punën e xhumit, mund ta fryejnë luktin, gjithashtu edhe rrisin dehidrimin gjatë kohës së ditës. Pe gabime më të mëdha që bëhen gjatë kohës së iftarit është ngrënia tepërt në minutat e parë që bëhet iftari. Për arsye kryesore pse duhet të evitohet ky gabim, është për shkak se në momentin që hahet shumë, gjithmonë fillon që gjaku nga trurit të shkon në fund në lukt, me qëllim që lukti ta tret ushqimin sa më shumë. Këtu fillojnë simptoma sikur lodhja, se shumë persona mund ta vërejnë momentin që hajnë tepër në minutat e parë të iftarit. Fillon lodhja, fillon gjumi, e kjo është arsyeja pse. Ushqimet të cilat duhet të evitohen sa më shumë është që ushqimet që përmendëm, që kanë yndyrë të tepërta të pashëndetshme, sikur ushqimet e mbajtësuara në minutat e parë. Këtu hyn prapë cakomësinë e kohën e syfyrit. Duhet të evitohet picat, duhet të evitohen sa më shumë mishrat e përpunuar, të cilat rankohen sot, sikur suxhuki, sikur në vishlet, të cilat sot rankohen sipas mjekësisë botërore, ushqimet më kancerogjene në botë. Ëmbëlsira si ëmbëlsirë mund të jetë në sasi më të vogël, mirë po të shtyhet në dikon 4-5 orë pas kohës së iftarit. Në fillim të fillohet me hurme, të fillohet me llokom, me pije, hidratimi të bëhet nivel të duhur, gjithmonë të dihet që varësisht prej peshës 2 deri në 3 litra ujë të pihen që nga koha e syfyrit, që nga koha e iftarit deri në kohën e syfyrit. Pe brumrat të cilat kryesisht preferohet të konsumohen, le të jenë brumat me miell integral, me buka integrale, buka thepës pra, ato kanë fibra më shumë, janë të pasura me fibra, kanë vitamina minerale shumë më shumë se buka e bardhë. Mandej tërshara është e mirë për tërshara vjen më vonë, sikur edhe pirja e lanxheve të cilat janë nga frutat, janë të mira shumë për shkak se ato kanë vitamina minerale. Shënjestër.net